E njëtja ishte ditë shënuar për Grace Gashin. Aktoria e njohur vendosi të mbledh familjare meq për ditëlinjën e saj të 31 në një restorant simpatik në Ferizaj. Festa e dyfisht ishte menduar deri në çdo detaj të vogël. Ende parë dhe musafirët ne ndaluam Gresën për përshtypjet e saj. Grace, kënaqësi shumë e madhe në ditëlindjen tonë, e majtë fjalën për ftesën dhe ne majtëm fjalën prej koment për koment erdhëm në festën që dorën zemër ke kogja gjithçka ma gjigande se që e ke menu, po. Ideja për me bo një festë kaq të madhe është diçka që e ke bo me qefin tëna, nashta edhe me insistimin e rrethit. Jo, valla, ideja o kojve që jam me bo një festë madhe, masi edhe vlla e ka ditëlindjen bashkë me mu, kena vendosur me festu bashkë edhe tash pse jo më takon diqysh ma e s'dojles bikut me bo një nej të madhe kështu me këtu krejt. Dasha mirë të me, meq të me, familjarët krejt. Sa vet i pret sonte se... Sonte i pret dikon rreth 70 veta. Se kom pa shumë story në Instagram e kom përshtypjen që jënë kogja shumë. Do me thonë s'kisha jo njëri pa thirë. Po ndosh se mirë është kjo, s'ka lidhje. Kur jemi të këta të Big Brotherit, kush vjen, sa la heret na? Diri tash më kanë lajmëru krejt që vinë, kështu që në 7:30 për pres me ardhë, halo s'ka kërkush, po tash i presim. Krejt ata që i ke thirë? Po, ata që i kom thirë, normal. Ata që si ke thirë një 5, 6, 7, 8, 10? Pa i 3, për shak, një 7. Një shumë. Qysh po gjenë ditëlindja? Mas pari, 31 vjetë, zakonisht njëri e ka një farë përshtypje kur e ndron pak prefiksin, kur i del tresh për para. Krahasu me vjetë, qysh po njësh? Krahasu me Sot një vjetë, a ke pas një feeling ndryshe? Sot një vjetë më keni ftu në Big Brother, kështu që e kom pas of course një feeling tepër ndryshe. Edhe 30 që më ka gjetë qashtu, kështu që po vazhdojnë edhe 31 me më gjetë qështu me qatë entuziazëm edhe besoj që ko me vazhdu edhe tutje. Ja ka nisë më dhimë të gojtë si, ku më bë 31, mas orës 12. Qka i urën vetës? Qka të dëmë për vetën në këtë 31 vjetor? I uroj vetës të më thonë ma të mirat edhe mos më dërzu asë njëherë që është që më dërzu kur edhe me call krejt sonte. Shpis, qka të urojnë ty për 31 vjetor? Më do këtë nuk jenë senet e njejta, mos gabo. Valoj, urdhënoni që ku i keni. Mi urojnë krejt mirat edhe mu martu. Mu martu garant se si krejt prind që kanë qef po jo, njëherë alo s'ka kërgjo. Kërgjo. Mes tjera është ditëlindja po përkon edhe me përfundimin e sezonës emisionit, a? Po. Kështu që qka presim me pa një promo interesante dje? Po, ato duni me vetë vullnetin, qka presim pi promos. Jo, e kemi po interesant për shkak mi para prit ditëlindjes edhe që atje pesho sarondën, fidonin, shëndritin, kështu që tash më dura me shku, mi prit musafirët. Edhe një pyetje, është vështirë mi mbledh Big Brotherit për shkak të raporteve dhe hatërmbetjeve. A ka si që të kanë thonë nëse është kjo në zvi? Ja, asnjë. Deri tash s'ka pas asnjë që më ka thonë nëse është kjo. Veç mi kanë anullu disa, kështu që... Leo Lela një, po besoj qifte. Po, ma kanë anullu, edhe Gjeneta më tha, jam rrugës edhe jam të ardhë, vish me ju vënu pak. Okej, Gjeneta me Drenushën son të bashka, nëse vjen? Besoj që po. Vete të shihet. Apo dina i senti për të dyja jo? Se mas Gresa Vullnet ke lajmi për prishin e këtyne dyja. Valoj të mi veta të dyja. Gres, falinderit shumë. Falinderit zemër, edhe ti knaqo, edhe krejt knaqo në sonte. Ju dua. Vesi pashmangshëm i shqiptarëve u shpërfaqë në këtë ditëlindje. Yjet erdhën pak me vonesë, por kur erdhën, atmosferës i shtuan një shinë maksimum. Gjuli, përshëndetje. Përshëndetje, zemër. Kënaqësi me u ritaku bashkë, mas një periudhe ku bone kogja shumë zhurë me qove shumë plon. Po, se zakonisht. A pat nevoj për biletë sonte ajo? Jo, s'pati nevoj për bileta. E thira dhe Armando më prapë për bilete. Gresa tha, i ki gratesa fet për njëve. Kjo pjesa me Armando Duku nuk po shumë e madhe, pa thire Armando as thire, sa i tha që Gjulin sështë që kom kontakt direkt, ma ndje u kuptu që jo Armando, po njerës të federatës. Do me thonë që ke folë më me ta, a? Jo, s'kam që me folë, në vishë që një mesazh, jo më dojnë që kash bileta dhe u kry. Unë nuk e mendoj që ka pot nevoj më bo ka që buje modë sa u bo. Për s'ka gjë, që të mu më buj bojnë për Gjulin. E vërtet, për ndryshe, mitësia me Gresën, nuk është që po di shumë diçka për ta, po unë e di që në për intervista vazhdimisht thu që banorët para se mu fut në Big Brother të shkrujnë edhe konsulton me ty. A është Gresa një për ty në? Apo e kina njohje tjetër? Jo, janë disa tjerë njerës
që ti din, mësë pa që se din, se të kam të regu, po Gresa është një gotë shumë e mirë që kam pot një serial me to, para 2 vite kur ju më dollë për Big Brother, unë kam me shoqëria me to, edhe uroj vetëm sukses e lumturi edhe dashuri e përmbushur me vetveten. Kjo është më e rëndësishmja për Gresën sot. E qartë, për ndryshe Gresa nuk e di sa e përmbushur është, po jo më koqa i bindën që ti e shumë e përmbushur se po shkëlqen diçka. Jam shumë e lumtur. A ka në e arsye specifika jo? Ka arsye, gjithmonë ka arsye pse njeri është i lumtur, unë mendoj që njeriu duhet me qenë i lumtur me vetveten, pastaj me gjëra tjera që Zoti ose Perëndia na dërgon në jetën tonë. Jeta personale stabil? Nuk është rëndësi, jeta personale, jeta çka do që të jetë është e lumtur. Mirë Gjuli. Qa ka treja në i sen për i teja? Se Treja? ti zakonisht ki projekte, ki sen nuk rënë badjava, ko? Shumë projekte, po flasëm tani kur janë të finalizuar dhe ti normale ato me kamerat e tua. A lidhen me televizion a jo? Lidhen me shumë qka. Bukur, verën, a kina i plan për këtë vera jo? Une ditime kam as 2 jave, edhe kam jetë me hyp makines, me morë kremin makinë edhe me shku krejt Evropën, po mendoj South Coastin, Francën, Spanjen, Italin edhe Kroacin, po du me shku vish me makinë edhe me kremin një 2 javë mu shduk prej rjetëve. Do përgjigje që nuk mi dhe ma heret, mi dhe me këtë përgjigje për të pe marrë veç kremin, që që e mërvesh të të na. E qartë, falimderit shumë Gjuli. Falimderit shumë, ishte knatësi. Qifti ma i mirë i Big Brother VIP Kosova 3, nuk interesoni me të hatri ajo tjerve, po shkëlqeni, knatësi që po ju shoh, nuk bën me mungu në ditëlindjen e Gresës, a? Ja, Jo, nuk bën me mungu, Gresës kena në ditëlindje dhe ja urojna më të mirat njët, edhe shpresoj që kena më knaq, edhe nuk kena po këta tjerë të mote. Është hera po që po bashkohem na dy me krejt të vikut mase që u kry, edhe besoj që kena më vajtë mirë, Gresës ja urojna në ditëlindje. Urime Gresa. Po e shoni një pak u kuqe qa ka këtu në gëra. 2 kilo du Fal Gresë, nuk kam ditë shumë. Hajtë se më rëndësi është e diçka të mirë ka Më mrena. ka rëndësi që ka mrena, ajo që e kena pështjellë këto. Për sa i përket juve, shumë bënet lajmë me pjesën e Vellos, plot me nunë që po martoni. Qysh e keni planet për këtë verë? Tash kena me shku me pushu pak, nesër e kena një pushim. Po nesër e kena Ku po shkoni? Në Vlorë, kena me shku Vlorë, pak në Vlorë. E tani kena me pregadit pak se unë kom një show në Suedi me kru pak, kam me kru pak edhe jam tu lansu një kom. Qmende ka emrin. So mas ato mujna me planifiku në ashta një fejjes o na i sen që. Një diçka të vogël. You never know. Ku jeni? Nona të dek, Kevin! Come stai? Ci scesa, amore. Faleminderit, mirë. Shëndërit knatësi, normalisht që ku është Gresa në momentet saj të veçanta nuk mundesh me mungu ti si një prej shokëve të saj, nuk e di sakt sa ku bo që jeni shoqni jo. Pa i njihemi moti, kështu nuk i kena numru vallaj, veç me trajt është një 5 vjet, nështë ma shumë. E kom përshtypjen gjatë këtyne 5 vjete budallakia me kallëzu sen interesant keni ballë. Sot ditëlindjen e saj të trotenit, çfarë po të bjen mendën ai rast që kishte ndodhur publikun që s'dihet. Gresa është person që s'len rahat kur, do më thonë edhe në gjysmë natës mundet me tarë në banesë të se din, thjesht qëllmaderën se kam artë të, ka ndodhë qësi raste plot, ka ndodhë raste, për shembull qëta shkofe të fundit, këna dash me shku në Antalya në pushim, dhe ti kallëzoj qëta shpare kamerës, po asë një agjension s'na ka qu kërkon, s'na kanë pranu. Nuk e di pse në ashta sezon, kanë thonë ma sezonës, që po presim mësë përna që në agjension bile të bëj thire dhe për prives, se ju bojna content, po nejse, Gresa është shumë shoqe mirë, është knacime me pas shoqe se është shumë e drejtë për drejtë, e sinqert, e rrotullon botën me ta kry punën nëse ti keni punë diçka, po edhe është shumë vështirë me majtë që shtinë me Gresën. Do me thonë që të keshtu dalë, sa herë jeni prish gjatë këtyne 5 vjetë dhe sa ka zgatë koha ma e gatë që s'keni pojmë një tjetërin? Nëse viti ka 365 ditë, na një ditë po një ditë jo jena herë pajtum herë nunë, e periuda mas shumë të që s'kena folë është një javë, më do këtë para se me him beg. Edhe momenti kërë nga pajtu është që ku më shku të hoteli, edhe më thonë dilë në balkon, që ato jena pajtu, edhe ka hime me atë se u konë të him beg me atë mendimin që s'jena të folë, po jo. Se lash me hime qatë dërë.
Pse u preshe qatë kohë, e mon me? A ka pas bëj me bega jo? Ajo e në nënshkrujtë unë e jo. Unë nuk u bo. Faktikisht, çka muj me theksuar që na, se Gresa shumë amati e ka nënshkru kontratën për me qenë pjesë e Bigut, edhe gjatë gjithë kohës korona isha në bisedime me produksionin, edhe nuk u di ke fati na kena planifiku gjithë shka. Po shqyqyr që s'ka hi se ka njerë thonë më sfertë. Ka Big 3 e ka Big 4 që nuk i dihet për këtë pjesë. Po më intereson për pjesën e dhuratës, ka ide ndryshme apo të vështirë me vendosë, çka i bune Gresës dhuratë? Po si shok i Gresës, unë e di që Gresës nuk i mungon kur diçka sepse i ka krejt, po e kena pas diskutua edhe njëherë një udhtim tjetër për me shku në Afrikë për me bo një tur e diçka, se këtë kam qef një pa Afrikanë të kësi gjona, edhe unë ja kum bo një dhurat, ja kum pru Afrikën këtë sot vlet kam ja shu, ajo nuk e din hala, po që juve pja u të regaj. Më do një urim special afrikan. Po, edhe me qenë se ka në gjyrën e bardhë qef, këta janë vesh për qef të sajna. Kështu që ta shë që shka me pritë se nuk e din. Me nëse po pres për reagime, besoj pas kam i pëlqy shumë. Po, se kjo ka qef që si sene pak ma ndryshe, se për gjana materiale është pak e interesume. Që ndrejt një pyetje që nuk lidhet me ditëlindjen dhe s'lidhet me raportin tonë me Gresën, një prej ftyrave më aktive të ekranit, e bune një hap mrapa, je i distancum, a mujna me të po shpejt në ekran, apo vera të pak të ndenjë shtator je off? Për momentin, jam distancu me qëllim që e kena pak nevojshme me pushu prej deklaratave të ndryshme, po tash për momentin jam e një pauzë të televizion, nuk jam në asë një televizion pjesë, e ka shtatorit, tetorin, nuk e di. Shtatorit, tetorin me surpriza. Faleminderit shumë, na sishën drejtë që gjithë. Hajde be ka dre ma shpejt. Odri Liliana kënaqësi shumë e madhe, unë ju pash që erdhët më herët, po nuk e kuptova pse sinët mrena, mandej ndodhi një farë vënese. Çka ndodhi? E kena arru shporetin. Jo, e kena arru ato, ekonomisën. Hekurin me ovo, dhe kena arru rrim. Tana të u bo vesvesja, mas e kem qëto ofër. Ai është gjithë kanë rregull mbani. Mirë, mas e... Mirë është puna. Për ndryshëm, Ferizaj të gjatë lidhën me njëri tjetërin, nuk pe di raportin e juj me Gresën, e kum pa që ka suportu shumë, pa keni mitësi para Bigut, apo është Big e Knej? Big e Knej, po është pak para Bigut. Pak para Bigut. Ja u pas ka mona e këshill, po më dobe. Një këshill e mirë. Kufitim me te? Qështu. I dhe kjo prime. Para sezonit, po nalja pak edhe tek pjesa e projekteve, projekte shumë suksesshme. Videoklipja dollën me një fund që u menu mos ka naj lajm, besoj keni marrë shumë mesazhe për këtë pjesë, a? Po. Shumë ka pas pyetje për një me për punën e shtatzanis, po në keq kuptim, a? Po në keq kuptim. Ti është të konë një konga dhe ashtu u konë konga prej fillimit dhe i fonë edhe na veç e kena të ndu edhe... Konë shambull për qifte tjera, dhe me thonë. Po jo me i mashtru njerës, po veç... Super, e qartë. Për sa i përket projekteve, a mundi me nas bëllu në ajsan? Po, tash është një projekt... Një super projekt, shumë i mirë, menojna na, edhe menojna me nëzirë sa ma frek para sezonës, se tash mua këllojna me das, ma të dhe. Një urim për Gresën për fund? Një urim edhe një qintjerë. Urim e Gresa, inshallah, me suksese sa ma shumë, inshallah ku don ajo, nashta halo ma mirë se ku don ajo, dhe me thona e dojmë shumë Gresën, është shumë pozitive, Se ca kesh të folë me morë fjallë, po është shumë vajze pozitive dhe mire dhe pa shere dhe menoj që i meriton mi pas këtë mirat edhe si artiste edhe si mire. Nuk kom qare pa ju vetë se Shqipja ke këto ditë në Kosovë, normalisht që mikpricat edhe adresa kryesore sa i një ju, u folë shumë kove të fundit jo në lidhje ose në lidhje, ako në centrepi Shqipës ma se kena për me vetë. Ja, s'ka kur që tërë. S'po di o la Adri pak i të shumë. Adri nuk e di. Kalzoni që me i lirin ke me vlong, kështu që s'ke me me i lirin edhe me neve, Shqipën gjithmonë e presëm këtu në Kosovë, na shkojmë për Shqipën, ajo vjen këtu për neve, edhe për punë, edhe për qaf. Kënaqësi e madhe, faleminderit shumë që jeni në radhën sonte. Faleminderit shumë prive, veç për juve si që. Poç.
Atmosfera ishte e flakt në ritmet e muzikës, por siç duket mysafirët nuk kishin ardhur ende krejt. Nga Tirana, ku ka përfunduar xhirimet e misioneve ku bën pjesë, direkt në Ferizaj, Gjeneta Fetahu, e cila nuk tha asnjë fjalë për atë që do ishte përballja e saj e parë me Drenushën, pasi dy shoqet prishën raportet. Tensioni mes dy banorëve të BBVK3 ishte më së dukshëm. Ato kalonin në sy të njëra tjetrës pa asnjë shkëmbim. Me raste më interesanti ishte shikimi i telefonit sesa një përshëndetje. Gjeneta është shprehur prapa kamerave si ka dhënë dy shanse, një brenda e tjetër një jashtë shtëpisë për Drenushën sipas saj treguar besprerë, ndonse vetë fokusin ta se po e mban tek projektet e saj të njëpasnjëshme dhe jo tek dramat. Po çka ka ndodhur mes tyre? Përse ka shumë tension që u vrejt edhe në ajër, nuk e lam pa e pyetur Drenushën. Drenush, kënaqësi shumë e madhe në eventin e Gresës mu taku bashkë, po dukesh shumë mirë. Edhe jam tu të përcjell në TikTok edhe jam tu e pa një lloj rahatie shpirtërore, me angazhime, me punë, me fëmijë, po besoj që e ke gjetë balancin mas Big Brotherit. Po, e kom gjetë një farë balanci mas Big Brotherit. Një farë balanci që s'kom prit që e gjej. Mos po e zbalancon ai njoja diçka, s'ka kur gjë na drejtim. Ja, nuk ka kur gjë na drejtim. Sigurisht edhe çaja më ka dhënë është ma ka kriju qatë mundësi me pas qatë balanci. Super. Çka ju rën Gresës sot? Meqense se takon pak a shumë edhe patjetër. Big Brother ko pas ko e di që e ke pas një farolli që edhe jepshe këshilla edhe e ke pas jo veç me Gresën po dhe me banor tjerë. Gresës fillimisht i auroj ditëlindjen edhe 100 të tjera të lumtura. Gresa dihet që është shumë pozitive, kështu si në Big Brother si jashtë Big Brotherit, edhe i dëshiroj shumë fat dhe suksese në jetën e saj, në karrierën e saj, edhe inshallah shoh sa më shpejt me një film si që ka pas qef Gresa. Shumë mirë. Për ndryshe, e pash një lloj mungese komunikimi me një shoqet mirë të Bigut. Qa ka ndodhë, se na kena raportuar që jeni prish ju? Unë nuk e di qa ka ndodhë, mirë është me prit personin në fjallë. Personin në fjallë, tha kush është ajo për ty? Nuk e di, valla, në dhënë nuk e di. Do me thonë, a se ke di që jeni prish, a morë vesh për mediava? Më ditë piuve e ku marrë vesh. Prive vërtet e pa vërtet, a? Ju e këni qitë, juve e kom pa, nuk më intereson, nuk është naj farë fakturi, ajo nuk shkon njeta me dalë në për media, vishtu bu, s'kan dalë edhe si budalakia. E qartë. Mi është e për mu, edhe për karierën teme. Për ndryshe, qka pret verës dhe në vjesht aki projekte, plane, sene? Unë i kam shumë ma normale, ma për toke, nuk janë për mu bo qatë shumë publike, se s'ka naj farë. Ma ndi nuk ka naj farë efekti ma mërmenja nëse dhe zbullohet. Me rëndësie që shto qëshje po shkëllqen edhe t'ju rejtë gjithat mirat. Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit. Përkundër tensionit, atmosfera ishte e flakët dhe vazhdoi deri vonë pas mesnate. Shumë uri me Gresa.